Kur dy nga emrat më të komentuar të showbizit shqiptar bëhen bashk, sigurisht që bëhet lajm. Por kur shpërndahet një foto ata së bashku shumë afër njëri tjetrit, atëherë vëmendja më e madhe kthehet ka ta. Por çfarë po ndodh me Gjensila Myrtezaj dhe Ledri Vulën? A është thjesht një tjetër rast ku arti dhe marketingu bën një, apo ka diçka më shumë që publiku ende nuk e di, mbetet të shihet? Kohët e fundit, skena e muzikës shqiptare është përfshirë nga një valta shethëme të reja, të cilat kanë tërhequr vëmendjen e publikut dhe mediave. Në qendër të këtyre diskutimeve janë dy emra të njohur të industrisë muzikore, Gjensila Myrtezaj dhe Ledri Vula. Sipas burimeve të ndryshme, ata janë parë së bashku në dy nga qytetet, Prizren dhe Prishtinë. Një detaj që ka ndezur edhe më shumë këto spekulime është një fotografi që ka qarkulluar në rrjetet sociale, ku Gjensila dhe Ledri shihen shumë afër njëri tjetrit. Nga ana tjetër, çka shton kurreshtjen është fakti se Ledri Vulaj prej muajsh përflitet se është në lidhje dashurie me Rina Zaitin, një vajzë e cila nuk është pjesë e showbizit shqiptar. Disa pretendojnë se mund të jetë thjesht një takim miqësor, ndërsa të tjerët mendojnë se bëhet fjalë për një strategji të mirëfillt marketingu, e cila synon të krijojë interesim të madh dhe kuriozitet mes audiencës së tyre. Në industrinë muzikore, kjo metodë është përdorur shpesh nga artistë të ndryshëm për të siguruar një sukses më të madh në platformat digjitale. Pavarësisht spekulimeve, mbetet për të parë nëse do të ketë ndonjë konfirmim nga vetë artistët në lidhje me këtë çështje. Gjensila Myrtezaj dhe Ledri Vula mbeten dy nga emrat më të dashur për publikun shqiptar. Dihet se tashmë Gjensila ka zgjedhur t'i përkushtohet muzikës dhe fëmijëve, duke e lënë pas zhurmën mediatike për ndarjen e saj nga Beskallaku. Mbrëmjet e saj muzikore dëshmojnë angazhimin e saj të palëkundur, pasi pothuajse çdo javë performon në klube brenda dhe jashtë Shqipërisë. Pavarësisht sfidave personale, ajo vazhdon të sjellë energji dhe pasion në çdo performancë, duke treguar se skena mbetet vendi ku shkëlqen më shumë.